Pas një periudhe të gjatë ndalese, qyteti është vetëm disa orë larg përgjigjes së madhe, nëse uji i çezmave do të shpallet sërish i sigurt për tu pirë. Pas trajtimeve të vazhdueshme në ujësjellës, mostrat janë marrë pothuajse çdo ditë dhe analizat e fundit fizike, kimike dhe mikrobiologjike kanë dalë të mira. Sipas autoriteteve lokale, i vetmi problem i evidentuar ditët e fundit ka qenë niveli i klorit të tretur, i cili ishte mbi kufirin e lejuar, por pas ndërhyrjeve edhe ky parametër është kthyer brenda standardeve. Kështu deklaron Zudi Xhelili nga shtabi komunal i krizës, i cili thekson se rezultatet e fundit pritet të dalin sot rreth orës 16 dhe nëse ato konfirmojnë rezultatet e mira të ditëve të fundit, nesër deri në mesditë pritet vendimi i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari për heqjen e ndalesës. Në kohë të fundit janë bërë shumë analiza, gati se çdo ditë në 12 orë janë marrë mostra dhe janë marrë analiza të rregullta dhe ka një kohë të caktuar që rezultatet në aspektin fizik, kimik dhe mikrobiologjik kanë qenë shumë të mira dhe kishte vetëm një problem që sasia e klorit të tretur në ujë ishte pak më e madhe se sa është lejuar me norma dhe me standarde, kështu që edhe ajo çështje u rregulluar për shkak se u zvoglua hudhja e klorit në ujë dhe parametrat dolën që janë në përputhje me standardet e lejuara dhe dje kishim një mbledhje të shtabit qendror që duheshte të vendosin që të hiqet ndalesa, mirë po për shkak se disa rezultate të fundit që janë marrë në mbrëmje të ditës së hënë, inkubimi ka qenë prej 72 orësh dhe sot në orën 16 dalin ato rezultate dhe shpresojmë të jenë të mirë që nesër brenda ditës, ndoshta në drek, Agjencioni për Ushqim dhe Veterinari të dalin me komunikat që ta hekin ndalesën për përdorimin e ujit në komunën e Gostivarit. Xhelili përsërit, nëse gjithçka do të jetë në rregull me analizat e fundit, nesër Gostivari mund t'i kthehet normalitetit me lejen që do ta japin institucionet se uji është i pastër për pije. Kjo nënkupton se në qoftë se rezultatet janë të mira, Agjencioni për Ushqim dhe Veterinari do të nëpërmes një komunikate do ta njoftoj opinionin se hiqet ndalesa për përdorimin e ujit në Gostivar dhe qytetarët do të mund lirisht ujin ta përdorin edhe për pije. Kujtojmë se pas dyshimeve për ndotje, më 12 korrik, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ndaloi përdorimin e ujit për pije nga ujësjellsi i Gostivarit dhe pas verifikimit të analizave u ndalua edhe për përdorim teknik. Gjatë kësaj periudhe, qytetarët bën zgjidhje me ujë të ambalazhuar, që e pranonin ca si donacion e ca të blerë në mënyrë vetanake.